Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të ndarë letrën e radhës. Një letër që në fakt unë po ja kushtoj Shqipërisë tonë të dashur. Ngjarjet që ndodhen në Shqipëri, domethënë pothuajse më pak se 10 ditë, domethënë më shumë se 7 fëmijë janë të vdekur në ujë të mbytur, të rritur. Dëgjuam rastin e Lezhës ku djali i ri humbi jetën me, domethënë duke bërë xhiro në det. Në Lezhë humbi jetën një vajzë e re në det. Në Durrës sot një djalë i ri ka humbur jetën, është mbytur. Domethënë çfarë po ndodh me Shqipërinë tonë? E dashur Shqipëri, po ta shkruaj këtë letër me zemër të rënduar, me shpirt të plagosur dhe sinqerisht i stresuar. Po ta shkruaj pas ditëve të zeza që ne po na trondisin të gjithëve, pas lajmeve që po na lën pa fjalë, pas britmave të nënave dhe baballarëve që po humbin ato që kishin më të shtrenjtët në jetë. Për më pak se 10 ditë, deti mori jetë. Mori jetë fëmije, mori jetë të rinjësh, mori njerëz që kishin dalë për të gjetur pak freski në këto ditë të nxehta vere. Domethënë kemi dëgjuar vetëm para 2 ditësh, shoh në televizionin Top Channel që 2 vajza të vogla janë mbytur. Sot një djalë i ri ishte mbytur në Durrës. Në Lezhë, pothuajse siç e thash domethënë, 2 viktima brenda 2 ditësh. Sot po e pyesim veten çfarë po ndodh me Shqipërinë tonë. Realisht domethënë ku janë prindërit të këtyre fëmijëve? Okej, unë e kuptoj që është kaderi i Zotit, e ka shkruar Zoti, por duhet pak edhe kujdes nga prindërit. Çfarë po ndodh me vendin tonë? Kur çdo verë hapet me tragjedi, dhe sidomos këtë vit tragjeditë kanë qenë të shumta. Çfarë po ndodh kur lajmet nuk flasin më për pushime e gëzim, por për ambulanca, për sirena dhe për trupa të pajetë që nxiren nga deti. Kur dëgjon se një fëmijë nuk do të kthehet më në shtëpi, zemra të ndalet. Kur dëgjon se një nën po të prete ndet të dëgjoj zërin e të birit të saj, ndërsa ti e di se ai nuk do të vi më. Sinqerisht të dridhet shpirti. Deti nuk duhet të jetë varë, prandaj unë kërkoj dhe një kujdes pak më të madh edhe nga ekipet në fakt që janë të pozicionuar për këtë gjën. Deti duhet të jetë kujtimi më i bukur i fëmijërisë. Deti duhet të jetë vendi ku ndërtohen kështjella me rër dhe jo vendi ku prindërit humbin fëmijët e tyre. Sot shumë familje po jetojnë ferin. Dikush kishte bërë gati rrobat për ditën tjetër, dikush kishte lënë biçikletën para shtëpisë, dikush kishte premtuar se do të kthehej për darkë, por në të vërtetë nuk u kthye. Në vend të hapave të fëmijës, në obor dëgjohet heshtja. Në vend të qeshurave dëgjohen vajet. Në vend të përqafimeve ka fotografi të mbuluara me lot. Edhe pyetja mbetet, po ajo ku po gabojmë? A kemi mjaftueshëm roje bregdetare që realisht nuk i shohun shumë aktiv? A kemi mjaftueshëm vrojtues plazhesh? A kontrollohen zonat e rrezikshme? Dhe kjo mbetet një pikpyetje e madhe. A informohen turistët dhe familjet për rrymat e forta të detit, gjë që në fakt nuk ekziston në Shqipëri. Unë nuk e mbaj mend, nuk e di, domethënë kam qenë gjithë ato vite, që të më vijë njëri dhe të më thotë Tiron kujdes se këtu është rrezik. Apo bëjmë gjithçka për të mbrojtur ne jetën? Dhe kjo është një pikpyetje. Sepse jeta e një fëmije nuk mund të matet me asgjë. Asnjë investim, asnjë resort,
asnjë reklam turistike nuk vlen më shumë se një fëmijë që nuk kthehet i gjallë në shtëpinë e tij. Kam parë nënat nëpër ekrane televizive, kam dëgjuar zërin e tyre që dridhet, kam parë baballarë që përpiqen të duken të fortë, por u janë shuar syt nga dhimbja e madhe. Nuk ka dhimbje më të madhe se sa të varrosësh fëmijën tënd. Nuk ka plagë që shërohet kur në dhomën e tij gjithçka mbetet po aty. Lodrat, librat, rrobat, ëndrat. Dhe ndërsa familjet qajnë, ne të tjerët nuk duhet vetëm të pikëllohemi, por duhet që të reflektojmë, sepse tragjeditë nuk janë thjesht numra. Pas çdo numri është një emër, pas çdo emrit është një histori. Pas çdo historie është një familje që nuk do të jetë më kurrë, por asnjëherë e njëjtë. Shqipëria po ndryshon, plazhet po mbushen çdo vit e më shumë, turizmi po rritet, por bashkë me turistët duhet të rritet edhe siguria. Nuk mund të kemi mijëra pushues dhe pak masa mbrojtëse. Nuk mund të presim tragjedinë e radhës për të reaguar ne. Nuk mund të qajmë sot edhe të harrojmë nesër, sepse çdo verë duket sikur përsërisim të njëjtën histori. Një lajm, një tragjedi dhe një ditë zije. Disa postime në rrjetet sociale, pastaj heshtje, deri në tragjedinë tjetër, por familjet nuk harrojnë, një nën nuk harron kurrë, një baba nuk harron kurrë, një motër nuk harron kurrë, një vëlla nuk harron kurrë. Ata jetojnë çdo ditë me mungesën, ata zgjohen edhe flen me dhimbjen, ata mbajnë brenda vetes një boshllëk që nuk mbushet kurrë. Sot dua t'ju drejtohem edhe prindërve. Mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje pranë detit. Mos mendoni se rreziku është larg, jo, rreziku është shumë afër nesh. Ndonjëherë mjaftojnë pak sekonda, vetëm pak sekonda, dhe jeta ndryshon përgjithmonë. Deti është i bukur, por duhet respektuar. Valët nuk falin, rrymat nuk paralajmërojnë. Rreziku nuk troket para se të vijë. Ndaj kujdesi duhet të jetë gjithmonë i pranishëm. Dua t'ju drejtohem edhe institucioneve, mos prisni tragjedi të tjera, mos prisni lot të tjerë, mos prisni funerale të tjera. Veproni sot, shtoni masat e sigurisë, shtoni mbrojtuesit, kontrolloni çdo plazh. Vendosni sinjalistik të qartë. Mbroni jetën, sepse një jetë e shpëtuar është një familje e shpëtuar. Në fakt, unë apeloj tek të gjithë prindërit që të kemi pak më shumë kujdes, që të jemi pak më të kujdesshëm dhe të kuptojmë se çfarë në të vërtetë do të thotë të mbrosh veten.